Pse aty bashkë të lokali? I kujt ka qenë ai lokal në atë kohë? Ai lokal në atë moment nuk ka qenë të punu, ka qenë më herët pizzeri, po në atë momente s'është që në konë të punu, po ata thjesht e kanë gjetë një vend ku më na fut gjithve edhe me dhe më thonë më na vra gjithve. Si kujton ato momente kur u futët brenda? Momentin që jemi futur brenda. A i kujton diskutimet me... A keni patur momentet kur keni folur me njëri tjetrin? Jo, jemi kanë shumë të stresume dhe... Jeni kanë të friksume të shtu? Të friksume dhe veç jemi ullë në tokë edhe me njëherë automatikisht kanë fillu gjujtjet në drejtim. Me njëherë? Po. Pa prit? Edhe gjithë jemi shtrip trup vetin, në ashtu edhe shëritja djalin Altinin, aty afër neve, motra dhe vllau kanë qenë në qoshet ndryshme të lokalit, krejt graf, dhe më thonë, qysh kemi mujt, kemi tentu me umbrojt, me gjaketa, me kapela, dhe më thonë, me qka do që kemi pas, jemi mundu me umbrojt prej plumba. Gjujtjet nuk kanë dalu për asnjë moment, përveç plumbave na kanë gjujt edhe me bomba. Edhe me bomba? Po, edhe ka pas, do me thonë, kanë fillu fëmija me qajt, kemi bërtit, kemi qenë gjithë të friksum, kemi lyp ndim, kemi lyp uj, gjithë kohën edhe kanë gjujt me qka do që kanë pas. Me një momente ku më di edhe një dhimbje në shpinë, edhe nuk e kom kuptu atërë si fëmijë, se kom kuptu që jam plagoz, veç e kom pa që kom fillu me u lagë në gjithë trupin, pa e di që është gjak. Ju ishit qëlluar po ashtu? Po, në jam qëllu këtu në krah, edhe pa e kuptu që jam plagoz. Në më thonë, kom bashkë me qëndru ashtu,